Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hequr sankcionimin që ndalon hyrjen e Berishës në territorin e SBA-s. Lajmi u konfirmua nga vetë kryedemokrati Sali Berisha, teksa u pyet nga gazetarët në ambientet e jashtme të parlamentit. Kreu i PD-s nuk dha shumë detaje në lidhje me vendimin, por deklaroi se kishte marrë zyrtarisht informacionin. Ndërkohë, burime nga Selja Blu bëjnë me dije se rreth orës 9 të kësaj të enjte, në telefonin e kryetarit të Partisë Demokratike, ka ardhur një thirrje telefonike nga e ngarkuara me punë e SBA-s në Shqipëri, Nancy Van Horn. Biseda sipas këtyre burimeve ka zgjatur rreth 15 minuta, ndërsa detajet e vendimit do të bëhen publike pas botimit në Departamentin e Shtetit. Thanë Parlamentin e Shqipërisë u ktheva. Tani gjërsa jam këtu, do thot kam patur komunikim zyrtar, se përndryshe po. E gjitha çka mund të them, unë u ktheva. Sali Berisha nuk ka qenë kur non grata. Tjeni sigurt, kundërshtarët e mi e quajtën non grata, po edhe unë nuk është se e kundërshtova. Ka qenë një ndalim hyrje për ato arsye që thuatin Shtetet e Bashkuara. Departamenti Amerikan i Shtetit i ndaloi hyrjen në territorin amerikan Sali Berishës dhe antarëve të familjes së tij në gusht të vitit 2021 për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion të gjerë. Ndërkohë, menjëherë pas këtij vendimi, ish-kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e përjashtoi Berishën nga grupi i PD, ndërsa vetë Berisha depozitoi në gjykatën korreksionale të Parisit, pa dim për shpifjen ndaj ish-sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken.